Akti i shëmtuar i dhunës së demonstruar sot në sallën e Kuvendit prej deputetëve të opozitës nuk është gjë tjetër por vazhdim i së njëjtës praktik dhe politik të dhunës të demonstruar edhe më parë, vetëse me ndryshimin që politika e dhunës në rrugë sot është shfaqur në sallën e Kuvendit. Kjo shpreh në thelb filozofinë e dhunës, të artikuluar dhe të aplikuar si të tillë prej lidershipit të Partisë Socialiste. Unë nuk prisja që sot në konferencën e tij të shtypit ai që është jo vetëm ideatori, por dhe frymëzuesi i politikës së dhunës, pra që Edi Rama të distancohej nga shfaqja e shëmtuar që deputetët e tij demonstruan në sallën e Kuvendit. Por ndërkaq, jam këtu që në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim, jo vetëm të distancohem nga e gjitha kjo maskarade politikës së dhunës, por dhe ta dënoj atë publikisht